nuk është diçka e madhe. Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka përcaktuar Kosovën si shtet parlamentar, demokratik dhe kushtetues. Në nenin 2 Kushtetutës Republikës Kosovës është përcaktuar që sovraniteti i Republikës Kosovës buron nga populli dhe i takon popullit dhe ushtrohet përmes përfaqësuesve të saj të zgjedhur nga populli. Kuvendi i Republikës Kosovës është organi më i lartë legjislativ përfaqësues në Republikën e Kosovës, i cili pushteti së cilit buron nga populli. Në Kuvendin e Republikës Kosovës qytetarët, popullin e Kosovës nuk e përfaqësojnë subjektet politike në aspektin kushtetues. Neve na përfaqësojnë deputetët e zgjedhur në Kuvendin e Republikës Kosovës. Prandaj, çdo deformim i vullnetit të qytetarit në aspektin e falsifikimit të rezultateve zgjedhore, qoftë heqjes së votave për deputet, pavarësisht cilës parti i takojnë, apo shtimit të votave që nuk e pasqyrojnë pra të vullnetin e vërtet të popullit, se në mënyrë drejt për drejt sovranitetin e Republikës Kosovës dhe nuk jep legjitimitet në këtë rast Kuvendit Republikës Kosovës, i cili ka përgjegjësi nesër të zgjedhë qeverinë e Republikës Kosovës dhe presidentin e Republikës Kosovës dhe organet tjera vartëse. Prandaj, pjesa e rinumërimit mund të ndjenë një pasqyrë më reale pastaj. Shikoni, e pash nga llogaritë e mia deri më hershme, dikun 90 deputet vetëm nga Partia Demokratike e Kosovës janë shtuar votat të cilave nuk janë numëruar nga grupet e numërimit në qendrat komunale e që ky numër i votave ta i kalonte 10.000 vota. Kjo është një mos jashtëzakonisht e madhe. E kemi parasysh, sot procesi i rinumërimit mund të vlerësoj vetëm keqpërdorimet faktike të provuara me flet votime. Pra, në rastet kur një qytetar i Republikës Kosovës, siç ka ndodhur në rastin tim apo dhe shumë të tjerëve, që nuk i kemi votuar deri në 10 kandidat, dhe nëse ka ekzistuar dhe ka funksionuar një industri e tillë e falsifikimit dhe keqpërdorimit të votave dhe ka arrit me plotsu kandidat e paplotsuar nga qytetarët, kjo është vështirë e konstatueshme dhe e vërtetueshme. Prandaj në cilën do mënyrë që KQZ-ja apo cili do organ nesër vërtetën që s'paku edhe një deputet, qoftë edhe një deputet, nuk ka legjitimitet, nuk përfaqëson me të vërtet vullnetin e popullit qytetarëve të Republikës Kosovës, ky proces zgjedhor nuk ka legjitimitet popullor dhe kushtetues. Prandaj, organet edhe drejtësisë, po edhe KQZ-s duhet me pas shumë kujdes, sepse nëse neve lejojmë në të ardhmen me na përfaqësu deputet Republikës Kosovës jo legjitim, neve edhe ashtu e rënojmë këtë sovranitet Prishtinë të cilin po kalon shteti i Kosovës. Ku ka ngecur dhe pse besoni se ka arritur të bëhet një manipulim i tillë me votën? Me të vërtetë është absurde dhe e pakapshme në logjikën time. Në grupet e numërimit, për ata që kanë marrë pjesë edhe në jetën politike, po edhe në jetën zgjedhore, bojnë pjesë përfaqësues të gjithë partive politike, bojnë pjesë përfaqësues të shoqërive civile, bojnë pjesë mediat kanë marrë pjesë. Procesi i numërimit është përcjell edhe me kamera me sa ne kam informacion. Dhe me ndodh një mos e tillë e keqpërdorimit, falsifikimit votave është... mediat jo nga afër. Po jo nga afër, po megjithatë kanë qenë aty, kanë qenë prezente, dhe me ndodh një keqpërdorim i tillë me të vërtetë është absurd dhe e pakuptueshme në një logjik të shnosh. Pra është një zinxhir fajtorësh në fakt forme? Po besoj që shiko tash mos tim në gjynan atë kuptimin me komisioner se neve alo nuk e dim se ku është fajtori kryesor, sepse nesër mas nesër mund del që është një faktor teknik që ka prezentuar një rezultat tillë. Ne jemi duke supozuar. Mirë, po nga faktet që po na prezantohet, po shihet që ka qenë një koordinim i tërësishëm i pjesëmarrësve në grupet e numërimit, të cilët kanë leju njëri tjetrin që të ndihmojnë
kandidatët nga partitë të cilat i përfaqësojnë, sepse komisionerët janë përfaqësues partive politike, po kanë lejuar dhe ata e kanë kaq përdor këtë mundësi që e kanë pas dhe sa ata kanë autorizime ligjore. Komisionerët pavarësisht pse janë përfaqësues partive politike, ata pajisen me begja dhe bëhen zyrtar të shtetit, kanë autorizime ligjore, kanë status zyrtar. Prandaj edhe konsekwencat ligjore të këta janë të përcaktuar në Kodin Penal të Republikës Kosovës. Zoti Shkotra, ju ku vlerësoni se ngecit dhe mbasi cilë janë zinxhirët fajtor në gjithë këtë proces? Tash fajtorët i shpallin organet ligjvatuese. Por na mundemi me supozu që një numër s'po ka një numër